Po Arion Muçëm, se është bërë një video virale me Arion Muçëm. Kush është Arion Muçëm? Ai që i thash të smartohesh me një burrë? Jo. Ai ndërhyri vetë në bisedë. Sa kishte dalë një vendim i Bashkimit Evropian për të futur insektet në menun e restoranteve dhe të lokaleve. Dhe mua kjo gjë më acaroi shumë. Dhe i thash Erionës, ka mundësi të bëjmë një emision vetëm për këtë punë? Po, tha Eriona, edhe vajta. Dhe u them atyre, i thash, u drejtojmë atyre të Bashkimit Evropian, atyre LGBT-ve, thash, janë që të gjithë LGBT ata, e prapë e thëmë dhe sot, janë që të gjithë LGBT ata të Bashkimit Evropian, që na detyrojnë të hamë insekte, u them atyre, thash, që martojnë burr me burr. Dhe tha ky, ndërhyri ky. Arioni. Nuk e di emrin, se dhe tani si e mbaj mend. Po tha, pse tha, s'ka në gjithë keqe, tha, dhe këtu në Shqipëri tha, janë martuar shumë burra me burra. Arioni ka pas të drejtë, sepse duhet t'jesh në rregull me audiencën. Më kupton? Me ka audiencë? Po, Arioni duhet të ndërhynte në atë moment, por të qenë në rregull me audiencën që mund të ishin LGBT për shembull, dhe mund të prekeshin nga ky koment. Unë prapë dhe tani të ke mundësi marrë të tërë në det, dhe tani të flasë duke ju. LGBT-qët në det të zhduken, janë fare ndyrë, fare që nuk duhet të ekzistojnë gjikundi. Dhe i thash ati, po ti mërë zotëri, thash, pëse si ke martuar me një burë? Pas ke unë burë. Se Arionin e kemi shok. Bajeni shok ju.